Emanet të dashur vëllezër konsiderohet gjithçka që Zoti i Madhërisht e ka ngarkuar njeriu me të. Gjithçka që i ka besuar Allahu njeriu. Allahu ja ka besuar njeriu jetën. Ja ka besuar halalin dhe haramin. Ja ka besuar të mirën. E njeriu pra është përgjegjës dhe mban përgjegjësi për këtë emanet. Të dashur vëllezër, nëse referohemi fjalës emanet për me kuptuar për çka po bëhen fjalë, Zoti i Madhërisht po thot, sikurse me pas zbrit këtë emanet kodrave, qejve e tokës, do të ishin shkapërderdh për pamundësisë për ta bërë këtë emanet mbi supe. Në surën Ahzab Allahu ka thënë: Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa-bayna an yahmilnaha. Thot në këtë emanet ja kena dhënë tokës dhe qejve, mi po s'kan pas kapacitet me bërë toka dhe qejve emanetin. Thot ja kemi dhënë njeriut, innehu kana zaluman jahula, e ky njeri nga njerëz sa i padijshëm, sepse si shkon mendja me kuptu se çka bart me veti. Dhe s'mund me analizu se me çfarë përgjegjësie do del nesër për Allahut xhelle wala. Të dashur vëllezër, emanet është Kurani famëlar mbi supet tona. Emanet është jeta. E pastaj emanet është diçka që na beson dikush këtë dunjë, e na duhet me quhet emanet në vend.